Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalam ala Rasulillah. Jemi tek libri Urtësia në thirrjen për në fenë e Allahut subhanahu wa ta'ala. Kapitullin e kaluar e kemi përfunduar. Sonte do të fillojmë në kapitull të ri të librit, Urtësia e forcës praktike tash me të thirrurit. Në mënyrë praktike se si duhet më bë thirrja e deri tek përpjekja apo xhihadi në rrugt të Allahut subhanahu wa taala, që e bën, do thotë, që e bën institucionet e shtetit kur nuk arrihet, do thotë, ajo që dëshirohet nëpërmjet thirrjes. Parathënia gradat e davetit të thirrjes në Islam, tani më fort mirë na ka treguar libri i Allahut subhanahu wa taala se gradat e davetit janë sipas gradave të njerëzve. Çdo herë Zatim ky libri është edhe për gradat e davetit në përgjithësi, se si mi kategorizu njerëzit në aspektin e davetit. Thot Allahu subhanahu wa ta'ala: "Ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izatil hasana wajadilhum billati hiya ahsan." Thirr në rrugën e Zotit tënd me urtësi dhe këshill, dhe thot polemizo me kundërshtarët e tu në mënyrën më të mirë. Kundërshtarët janë të ndryshëm. Kundërshtarët kreti kemi shpjegu se si duhet me bëu davetin me kundërshtarët, se cilat janë ato argumentet, se cilat janë argumentet ndaj ateistëve, se cilat janë ndaj mushrikëve, se cilat janë ndaj të krishterëve, se cilat janë ndaj jehudëve, se cilat janë ndaj muslimanëve besimtar dhe muslimanëve në përgjithësi që janë mëkatar. Kreti kemi trajtuar në këtë librin, elhamdulillah. Po ashtu Allahu subhanahu wa ta'ala thot: "Wala tujadilu ahla al-kitab illa billati hiya ahsan." Dhe thot mos polemizo thot me idhtarët e librit vetëm se hiya ahsan, vetëm se në mënyrën më të mirë. Vetëm se në mënyrën më të mirë, përveç atyre që janë mizor, dhe thot ne i besuam asaj që na u zbrit neve dhe që u zbriti juve, dhe se Zoti ynë dhe Zoti juaj është një, dhe se ne jemi dorëzuar atij. Ju që po pretendoni se i keni fenë e vërtet, atëherë adhuroni vetëm një Zot, mos adhuroni tri zotra, apo mos i bëni shirk Allahut subhanahu wa taala. Dhe ejani tek një fjalë vetme, që është e juja dhe jonja, që ta adhurojmë Allahun një. Me adhuru Allahun një, dhe ti kur ta adhuron Allahun një, ki melon atë ideologjin tënde dhe kimi ju bashkangjitur këti karvani apo islamit me lenë Allah subhanahu wa taala, që të kesh shpëtim në këtë botë dhe në botën tjetër. Me këtë qartësohet se gradat e davetit janë si gjvijan. E para, thot urtësia. Pastaj e dyta, hikme që është. E dyta, thot këshilla e mirë. E treta, polemika në mënyrën më të mirë, dhe nëse këto të trijat nuk çojnë pesh tek personi, atëherë përdorimi i forcës, dhe ky përdorim i forcës është i sankcionuar përveç se ai që ka fuqi ekzekutive. Çdo herë këto e themi, e kemi thonë që të mos keq kuptohet që ne ligjin dorë nuk e marrim, e marrin kompetentët. Nëse një shtet i caktuar mundohet që demokracinë ta përhapi në mënyrën që ai mendon se është kjo ligji më i mirë, dhe me 1.000 miliona euro investojnë shtetet e ndryshme që në shtetet muslimane ta përhapin demokracinë, ligjet sekulare, ligjet laike, ligjet demokratike, apo ku e dione, gjitha këtë gjëra nëpërmjet organizatave të ndryshme, po qoftë edhe në fund kur nuk e marrin këtë ligj, në fund çfarë bëjnë? Në pretekstin e diktatorizmit apo diktaturës në vendet e muslimanëve, me këtë pretekst shkojnë dhe në fund i sulmojnë. Dhe çfarë thonë? Ne thot po i çlirojmë popullin nga diktatorët. A thonë kështu? E po shiko nënën e kundërt. Nëse Islami gjitha këto pikat i sqaron, është shtet islam, është domethënë një halife i muslimanëve, dhe ju dërgon thirrjen islame. Nuk dojnë ta marrin thirrjen islame. Atëherë thot paguni gjizjen.
po nuk e pranon as gjizjen. Gjizja është një simbolik, domethënë një lloj tatimi që i jepet shtetit muslimanëve, dhe që e ruan shteti musliman, i ruan këta jo musliman që janë brenda rrethit të muslimanëve. Edhe kjo nëse nuk e pranojnë, atëherë nëse ka fuqi shteti musliman e shpall xhihadin fi sebilillah dhe e përhap, do thotë e merr territorin, dhe ky territor apo kjo tokë është e Allahut subhanahu wa taala. Domethënë po flasim se si është dispozita e luftës e forcës që është ekskluzivitet vetëm i shtetit dhe nuk është i joni. Grada e parë, urtësia, siç tham, këshilla e mirë me patjetër duhet të vihet në vendin e duhur. Urtësia ka shumë rëndësi. Urtësia, hikmeti ka rëndësi të madhe se ku po e thu fjalën në kohën e duhur, në rrethanën e duhur, sepse mush me bo dëm vllaja. Ti mush me thonë që unë e thash hakun, po jo në kohën e duhur, ke bo dëm më shumë se sa hajr. Dhe për këtë arsye ka përmendur Allah subhanahu wa taala që kujt i zhdon hikmeti, urtësia, hajrun këthira, i zhdon një hajr shumë i madh. Hajr shumë të madh ka ai njeri i cili e bashkëdyson apo ja bashkangjit dituris edhe hikmetin, edhe urtësin. Ajo bëhet një thirrje shumë e fuqishme që e përhap fenë Allah subhanahu wa taala. Janë disa gjëra që nëse tregohen, ai mundet me mohu Allahun dhe të dërguarin e tij edhe pse është musliman. Dhe ti bosh sebeb që ai me mohu Allahun subhanahu wa taala. Momentet të caktuara lejohet me thonë të vërtetën me një kontekst të caktuar. Do më thonë duhet me ditë kjo quhet urtësia. Kur me fol, kur mos me fol dhe çka me fol. Thot çfarë? Andaj sipas kësaj gradat e të thirrve do të jenë sipas këtyre shkallëve në siç vjen. Që i përgjigjet thirrjes dhe është inteligjent. E pranon të vërtetën, nuk bën inat dhe nuk refuzon. Me këto e ke shumë lehtë. Nëse është inteligjent, ato që e ki përballë, e pranon të vërtetën. Nuk ka inati. Ky është shumë më i lehtë në davet. Nëse ti i bën davet filonit, ai më njëherë thot, kur ti thu vllajt ton ittaqillah vlla, ki frikë Allahun. Kështu ka thënë Allahu dhe Muhamedi alayhi salatu wassalam. Atëherë ai më njëherë thot sami'na wa ata'na. Domethënë dëgjuam dhe u bindëm, më njëherë thot. Me këta është lehtë subhanallah. Pastaj është një kategori tjetër që e pranon të vërtetën dhe e pohon, mirë po tek ai ka një lloj neglizhence dhe angazhimi, që shumica e muslimanëve, besimtarëve po flasim, futen te kjo gjë. Falin 5 vaktin, agjërojnë Ramazanin, i kryjnë shtyllat e Islamit, mirë po disa mëkate i kanë, nuk mund të largohen, kanë neglizhencë. Apo edhe në disa sunete, në disa mustahabate, gjëra të pëlqyera, nuk i bëjnë. Andaj këta duhet më këshillu. Edhe me këta është e lehtë çështja, në krahasim me të parën që është shumë më e lehtë, apo. Por se kanë neglizhencë, e kanë shoqërinë, rrethin, ku punojnë, këta e kanë pak një lloj problemi të neglizhencës dhe duhet këta persona me e ndryshu rrethin, me ndryshu shoqërinë, apo kur dëshirojnë të martohen me gjetë një grua saliha, një grua devotshme që e nxit për të mirë, dhe më bën një familje islame, një familje muslimane që largon nga haramet. Po ashtu pika e tretë është që bën inat dhe mohon. Thot ky thirret me polemik në mënyrën më të mirë, edhe ky thirret me polemik, edhe nëse ka inat. Mundohu që në mënyrën më të mirë që vetë logjika e tij, edhe pse inati nuk e lën, kur të shkon tek shtëpia vet, veç nalet edhe natyrshmëria e njeriu të pastër është. Allah e thot mirë e ka kjo, po që inatin unë e kam të shejtanit, dreqit e kam, nuk po e pranaj. Mirë po mirë e ka. Me gjithë rastin e duhur, në mënyrën e duhur, edhe pse ai të pisket, ti t'ja kthesh me buzëqeshje apo në mënyrën më të mirë, që herdo kur ai kur kthehet në shtëpi dhe i bjen mendjes, apo ai do ta godas apo do ta sulmon vetveten, do thot unë jam gabim. Përkundër asaj që në ato momente ka pas inat dhe do thot të ka sulmuar. Pastaj nëse bën padrejtësi inatçore dhe nuk kthehet në të vërtetën, kalohet në
në gradën e përdorimit të forcës. Thot nëse ka mundësi për këtë. Përdorimi i forcës bëhet me fjalë, me edukim, ai që ka pushtet me forcë apo me xhihad në rrugt të Allahut subhanahu wa ta'ala. Çdo herë vllazni, e dini mediat anti-islame, ku e diun shërbimet e ndryshme, i shfrytëzojnë apo i shkëpusin fjalët tona apo fjalët tuaja. Kur përmendet fjala xhihad, kur ti e tregon dispozitën e xhihadit, kur ti i tregon karakteristika dhe cilësit e xhihadit, kur ti e ngrit, vetë ka ngrit Allahu dhe pejgamberi i tij xhihadin pjedestalin më të lartë, çdo herë mos harro që të mos keq kuptosh apo t'ua mbyllësh derën njerëzve që dëshirojnë me keq kuptu, me dëshirë dëshirojnë me keq kuptu, mundoj t'ja sqarosh në detaje. Këto ne po i flasim. Dhe kështu është hukmi, kështu është dispozita, por këtë dispozit unë nuk e marrë në dorë dhe ti e hik përgjegjësinë. Ti e hik përgjegjësinë para Allahut subhanahu wa taala, para njerëzve, para pushtetit dhe para çdo njeriu i natçor apo që e ka inat islamin që mundohet ty me dëmtu. Thuaje, unë e tregoj hukmin e xhihadit, dispozitës fetare të xhihadit, po kjo nuk është e imja. Unë nuk kam mundësi ta bëj këtë punë dhe nuk e kam përgjegjësi para Allahut, por edhe para njerëzve. Xhihadin e kryen pushtetari, edhe nuk ka ligj në dynjë që ty mundet me ta akuzu. Bëj i mençur musliman, bëj i mençur, edhe kur të flet, bëj shumë i mençur, që mos me mujt me të kap. Thot Muhamedi alayhi salatu wassalam që xhihadi do të vazhdojë deri në ditën e gjykimit, apo edhe hijreti. Mos e lë me kaç, se këtë fjalë ta kapin anti-islamistat, gazetarët, dhe ta qesin në publik. Dhe ti kur ta sqaron, e godet ato. Dhe çdo herë kam thonë, refuzimi apo paralajmërimi ndaj ekstremizmit ja u prish matematikat anti-islamistëve. Ja u prish matematikat e tyre për me sulmu islamin autentik. Ata nuk e kanë gajlën e ekstremizmit. Ata nuk e kanë gajlën e xhihadit. Ata gajlën e kanë islamin me godit. Për shembull sot nuk flasin ata kundër, po atë fokusin kryesor nuk e kanë tek tekfiristët, tek ekstremistët. Fokusin kryesor ku e kanë? Tek xhamit, tek Bashkia Islame. Përkundër asaj që mund pajtohemi, mos pajtohemi me disa gjëra Bashkisë Islame, ajo është institucion që i mon xhamiat tona. Dhe nëse rrëzohet institucioni, rrëzohen xhamiat vllazni, e muslimoni du të më konë më i mençëm, që mi mbrojt këto xhamia. Dhe eventualisht gabimet që mund t'jenë brenda institucionit që ne mi i rregullu, jo me bodome. Sikur që është çështja e rregullimit të shtetit, çështja e rregullimit të pushtetit, përgjithësi, nëse është i keq, të mundohemi të bëjmë dua që Allah mi udhëzu. Dhe ky është definicioni apo kjo është matematika, aja ekvacioni për me rregullu do të thot popullin, me rregullu pushtetin, me rregullu këtë institucionet, dhe si bëhet kjo? Duke do të thot eduku popullin, pastrim dhe edukim, që ka thonë Sheikh Albani rahimallahu ta'ala. Dhe mos mu bo mosh mërin direkte e shërbimeve të huaja sekrete, apo si që jeni në rjedha që shi keni pa edhe që shi fusin, që shi infiltrojnë shkijet njerëzit që qoftë me mjekaraj, thot dhe futët mesin e besimtarve, edhe mund të shkaktoj dëme, andaj na duhet me paralajmëru dhe duhet me tregu dispozitën e tradhtarit se çfarë është në islam. Pastaj thot, u përmend më parë urtësia në shprehje për 3 shtresat e para të njerëzve, e sa i përket shtresës së katërt, i naçorit zullumçar, të cilët nuk janë kthyer hakut nga urtësia në thirrjen e këtyre në fe të Allahut është të përdoret forca praktike, që shtam në temat vijuese. Tema e parë është urtësia forcës praktike me të gjithë pabesimtarët, urtësia forcës praktike me mëkatarët musliman, se ka raste për shembull nëse bëjnë do me muslimanët, edhe pse është musliman vëllaje. Edhe pse është musliman, Hawarijët, shariati islam nuk i lufton me shpatë, me forcë
Nëse vetëm si bindje e ka një Khawarij, bindje Khawarijësh e ka, nuk e lufton shteti islam, derisa ata nuk e përdorin shpatën, derisa ata nuk e përdorin dhunën. Momentin kur ta përdorin dhunën, shteti ndërhyn, flasim kalifati i muslimanëve, ndërhyn i lufton edhe muslimanët, edhe Khawarijt. Sepse muslimani mund të vjedh, tash ata luftoj shteti. Nuk do thotë se po e lufton islamin, po i lufton dukurit negative, po i lufton. Dhe unë kam thonë çdo herë që qoftë shteti sekular, demokratik, apo jo muslimanët, apo anti-islamistët, nëse e luftojnë ekstremizmin të disa musliman, Allahu mund m'i dhon bereqet, sepse janë tu e luftu një dukuri të keqe, negative. Mirë po, nëse nëpërmjet ekstremizmit po don me dorë te islami, këtu shara ngosht ju mbet. Shara mbaski ju mbetet këtu. Se këtu keni prek tek dini i Allahut Azza wa Jall. Kur ju mundoni me prek në dinën e Allahut Azza wa Jall, dini që aty jeni në luftë me ato nalt. Jeni në luftë me ato nalt. Jeni në luftë me ato nalt nëse i prekni evliat e Allahut subhanahu wa taala. Nëse i prekni thirrsat e Allahut subhanahu wa taala, jeni në luftë me Allahun Azza wa Jall. Jeni në luftë sepse pejgamberi sa thot Allahu Azza wa Jall në hadithin kutsi, kur Allahu subhanahu wa taala e don një rob. Shiko çfarë i thot me lajkës, Gjibrilit alayhis salam. Thot o Gjibril, unë e dua këtë rob. Atër Gjibrili e merr këtë fjalë të Allahut subhanahu wa taala. Dhe u dërgon me lajkeve fjalën e Allahut Azza wa Jall që po e don Allahu Azza wa Jall. Pastaj këta me lajke zbresin tokë dhe fusin dashuri në mesin e besimtarve për besimtarët, për euliat e Allahut subhanahu wa taala, për pasuesit e sunetit. Dhe mos të keq kuptohet që nëse një pasues i sunetit nuk e don një musliman i cili është bidatxhi, normalisht nuk don, sepse ai nuk është në rrugën e drejtë, dhe mos thuat që ky nuk po e don Allahu subhanahu wa taala sepse pe urrejn filan bidatxhiu. Bidatxhiun Allahu Azza wa Jall e urren. Po flasin për muslimanët e thjesht që e kanë natyrshmërinë e pastër, për pasuesit e sunetit të Muhamedit alayhi salatu wassalam, për këta besimtar po flasin që Allahu subhanahu wa taala dërgon dashuri në mesin e besimtarve me lejen e Allahut subhanahu wa taala dhe ti bësh i dashur tek njerëzit, i dashur tek muslimanët. Tash kemi urtësia e forcës praktike me të gjithë pabesimtarët. Tema e parë, shkaqet e përdorimit të forcës praktike me pabesimtarët. Shtresat e të ftuarve në islam janë, siç kemi thënë më herët, janë ateistët, politeistët, apo që besojnë shumë zot mushrikët, idhujtarët, i tharët e librit, pabesimtarët tjerë. Thot nëse nuk ndikon te këta ajo që u thua më parë nga urtësia e të folurit në thirrjen e tyre, dhe nëse nuk kanë pasur dobi nga urtësia e thënieve logjike, domethënë çdo aspekt ju ke bë davet, nuk ke lënë vende pa vend, pa ju sqaruar të vërtetën, dhe ata akoma pasoj vazhdojnë me i luftu, atëherë ndërmerr, do thot, shteti i muslimanëve, institucionet shtetërore e ndërmarrin forcën për ta futur brenda jurisdiksionit të vendeve të muslimanëve. Sot për shembull vendet demokratike çfarë okupimi bëjnë? Nuk e bëjnë, ka disa raste që e bëjnë okupimin klasik dhe ka disa raste që e bëjnë okupimin ideologjik. Për shembull, nëse me një vend caktuar nuk është demokracia, nuk janë ligjet demokratike, dhe shtetet e mëdha botërore, nëse e fusin demokracinë apo ligjet e tyre në mesin e muslimanëve, nuk i okupojnë me një okupim klasik, sepse e kanë arrit qëllimit, mendësinë ja kanë ndryshuar atë shteti. Mirë po nëse shteti nuk është sipas atyre që dëshirojnë, më pari çfarë bëjnë? Më pari fusin organizata të ndryshme dhe nxisin popullin kundër pushtetarit me pretekstin e liris. Nuk ka liri shtetet e muslimanëve, diktatorizëm i madh. Nuk po të lejohet ty me fol, nuk po të lejohet me fol të vërtetën, nuk po të lejohet liria, krejt namën të hurrijes, namën të liris shprehjes.
Në emër të lirisë shprehjes, sa fjalë e madhe kjo, apo? Dhe kur e sheh që pushteti është i fortë, i mirë i keq, pak ka rëndësi për jo muslimanin, atëherë e nxit popullin në kryengritje. E nxit popullin në kryengritje për me shkaktu gjakderdhje në mesin e muslimanëve. Dhe këto i kemi pa, na? Kemi pa? Që i kanë shkaktu në mesin e muslimanëve gjakderdhje. Që me vite të tëra nuk po vinë në veti ekonomia ati vendit, i vendeve të caktuara të muslimanëve. Nuk po vjen. Shkaku i trazirave. E kur bëhet daveti selefi, në mënyrë patësore, gradualisht, duke e sensibilizu popullin, dhe kur populli e don fenë Allahut subhanahu wa taala, e kemi thonë çdo herë, çka bën ai nalt? Asgjë nuk bën, sepse populli po e don. Allahu subhanahu wa taala, nëse është diktator dhe këta i kthehen me pendim Allahut subhanahu wa taala, e hekat pushtetar. Ja merr shpirtin. Ja merr shpirtin ose e udhëzon. Nuk ka dy, nuk ka tre. Ose e udhëzon pushtetarin, ose e largon nga pushteti. Se pushteti është në dorën e Allahut subhanahu wa taala, kujt do ja jep, kujt do e hek. E rëndësishme është na qysh me mësu ndryshimin. Pastaj thot, me këtë nënkuptohet përdorimi i forcës, sepse ajo ka ndikim të madh në përhapjen e davetes thirrjes islame, thot Allahu azza wa jall, ne i dërguam të dërguarit tan me dokumente të qarta dhe ne zbritëm me ata librin dhe drejtësinë që t'i përmban njerëzit të së drejtës. Ne i kemi zbritur edhe hekurin, që në të ka forcë të fortë dhe dobi për njerëz, edhe për ta ditur tek Allahu se kush ndihmon atë dhe të dërguarit e tij duke i besuar të fshehtës, s'ka dyshim se Allah është i fuqishëm mbi zotërues. Suratul Hadid ajeti 25. Pra Allahu azza wa jall ka qartësuar se ai ka dërguar pejgamber me argumente të qarta. Mugjizat ka pru, o i nderuar, mugjize, mrekulli, dhe ti akoma nuk po i beson Allahut subhanahu wa taala. Argumentet mahnitse, faktet bindse, udhëzimet e drejta, me të cilën Allahu e zbart të vërtetën e qartë. Të vërtetën e qartë. Pika dytë është, thot, forca e gjihadit apo përpjekjes, thot, në rrugt të Allahut subhanahu wa taala. Gjihadi në rrugt të Allahut azza wa jall është gjëja me të cilën më tepër afrohen robërit tek Allahu subhanahu wa taala. Nëse institucionet e shtetit thrasin në luftë, e ki obligim një përgjegjë e mirit, udhëhecit të shtetit, udhëhecit musliman të shtetit. E ki obligim farz një përmbajt. Sepse ata i kanë mekanizmat e vetë, e shohin rrezikun e një shteti tjetër. Për shembull, ja rasti si ndodhi në Pakistan. Pakistan me Indi. A shkon gjihadi me grupe? Jo. Shiko, Pakistani mendoj India që qaq let do ta sulmoj dhe do ta merr Pakistan, jo, përkundrazi. Sot janë armët e sofistikume, sot armët po luajnë rol. Dhe vet India, kur ja kthej ky, kur ja zuni rob, kur ja shkatroj aeroplanet, kur ja shkatroj ato dronët Pakistani, Indis, atër vet India kërkoj me ndërmjetësu që me nal me bo armë pushimin. Se nuk e don ndryshe, kafiri për vetë se nëpërmjet forcës me ndal. Nuk e don. Ja, unë dal. Këtë arsye, themi që shtetet e muslimanëve duhet më forcu. Që shka thonë Shekhu Suhejmi, hafidhahullahu ta'ala, Pakistani 1, Turqia 2, Egjipti 3, Saudia, këta duhet më konë të bashkë duhet më konë, kur janë bashkë me lene Allahu subhanahu wa ta'ala, është zërë mirëzu. Pakistani është fuqi bërthamore, vllazni. Pakistani është fuqi bërthamore. Nuk është hajgare me ata. Edhe armatimet e sofistikume i ka. Me gjitha të që India është shumë shteti madh. Mirë, po sot po luajnë armët, jo më njerëzit. Andaj, të bëjmë dua që shtetet e muslimanëve të forcohen dhe t'i lojmë këto grupe se dome i kanë shkaktu muslimanëve. Në vendet brenda muslimanëve, në emër të gjihadit, kanë bo dome shumë të mdhaja. Pastaj thot, si shtam gjihadin rrugt Allahut subhanahu wa taala, që më shumë t'i afrohet robrit Allahut tek Allahu azza wa jall është gjihadi pas farzave, sepse në të ka ndihmë të besimtarëve, lartësim të fjalës Allahut. Allahu ju ndihmon besimtarëve. Nëse dojnë me ngrit fjalën Allahut subhanahu wa taala, atëherë me lejen Allahut, Allahu i ndihmon besimtarëve. Pastaj këtë temë do ta shtroj në hapa si vijim.
Hapi i parë është synimet e xhihadit dhe qëllimet e tij, thot etapat e xhihadit, përgatitjet për xhihad. Hapi i katërt është rregullat e forcës xhihadit, gradat e xhihadit dhe llojet e tij, dhe hapi i parë, siç thamë, është synimet e xhihadit dhe qëllimet e tij. Cilat janë synimet dhe qëllimet e xhihadit? Në një është ngritja e fjalës la ilaha illallah. Kjo është qëllimi jot. Ky duhet më kon. Qëllimi nuk duhet të jetë që me thonë dikush se je trim. Nuk duhet të jetë qëllimi për fis, të luftosh për fis. Nuk duhet të jetë qëllimi për një komp të caktuar. Por se qëllimi jot të jetë që me ngrit fjalën e Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe qëfar? Sepse pse po e thom për komb me luftu? Sepse në mesin e kombit, sot për shembull në Kosovë, po e zon, mesin e kombit shqiptar, e ki një anti-islamist atje jashtë që të lufton ty. E nëse unë luftoj, a i thot shqiptar, unë po luftoj për shqiptari, atër si i bot kjo punë? A i po më lufton mu? A pëse jam shqiptarune? Tash çka me bone? A me luftu me tone? A me thonë këtu është ai problemi, e pastaj dallon çështja e mbrojtjes vendit, xhihadi mbrojtës. Nëse e ki qëllimin me mbrojt vendin, pragun e shtëpisë, këta janë shahidat e dynjos pastaj. Këta quhen shahidat e dynjos me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala, sepse thot duke mbrojtur pasurinë. Tu hin edhe hadithi, duke mbrojt pasurinë, pasuria është Kosova jon, vendi jon është pasuria jon. Na duhet me mbrojt vendin ton. Nesër shkau me të fut, na të gjithë duhet me mbrojt me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala kundër shkaut, kundër armikut shka. Edhe ky i cili lufton për ta mbrojtur vendin e vet, ky quhet shahid i dynjos me lejen e Allahut subhanahu wa ta'ala, që thot edhe Sheikh Uthaymini rahimahullahu ta'ala. Thot Allah azza wa jall, luftoni ata i dhujtarët derisa të zhduket propagandimi i dhujtarëve dhe derisa të aplikohet feja vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala, suratul Bekara ajeti 193. E dyta, ndihma atyre që u kanë bërë padrejtësi. Allah i madhreshëm thot, ç'keni që nuk luftoni për Zotin dhe për të shpëtuar dhe për t'i shpëtuar të paftit, nga burrat, nga gratë, nga fëmijët, të cilët thonë lutem Zotin, nxirrna nga ky fshat Meka, banorët të cilët janë mizor, jepna nga ana jote shpëtim e ndihmës. Suratu Nisa ajeti 75. Vëllezërit tanë Palestinë, po torturohen, po mbyten, po vriten. Muslimanët, pushtetarët e muslimanëve kanë për obligim që mi ndihmu. E kanë për obligim ato shtete me qu xhihadin në vend që me mbrojt atë vend, dhe jo se cili me këqyr shtetin e vet, sepse kur vjen në kojshi, mbaje në mend, ka me të ardhë dhe në shpi, kanë thonë, është një fjale urtë shqipe. Nëse sot po sulmohet Palestina, dije ato vendet që i ki për ratë ka më të sulmu. Ato ka sulmu Palestina, që tash po të sulmohet edhe Siria, përshe. Edhe Siria po të sulmohet, prej njëjtëve të njerës. Nëse ka më të sulmu Egjipti, ka më të sulmu Turqia, ka më të sulmu këtë vendet. Kjo është qëllimi ekspansionist i tyre, i armiqve të islamit. Andaj mbroje, apo bëju me muslimanët, shtetet në mesveti, bëjeni një dhe mbrojeni atë vend, sepse tek e fundit ajo është vend i shenjtë për muslimanët. Xhamia El Aqsa është vend i shenjtë i muslimanëve. Për atë arsye, jo rastësisht Sheikh Albani thot, kanë me dhonë përgjithësi pushtetarët e muslimanëve në ditën e gjykimit. Ata kanë me dhonë përgjithësi. Unë nuk kam përgjithësi. Përgjithësia jeme është mi shkrujt pushtetarit. Hoxha, dietari, ai cili ka pushtet, ai këshilltari, mi shkrujt pushtetarit, o pushtetar, ki frikë Allahun, se ki me dhonë përgjithësi. Nëse s'ka mundësi, na si Kosovë për shembull, çka mujmë me bona? Kur gjë s'u bëjmë na, çfarë ndihmëse na mujmë me dhon? Na ndihmëse më të vogël mujmë me dhon për shtetet e muslimanëve dhe muslimanët në përgjithësi me dua, duke bë dua. Kjo është për ata pushtetar që i kanë shtetet e mëdha, armët e sofistikume i kanë dhe i mbrojnë muslimanët në përgjithësi. Po ashtu thot dëbimi i armiqësisë dhe mbrojtja e fesë islame, akidës së tauhidit. Allah më dhruar ka thonë, pra kush ju sulmon juve, ktheni sulmin atij dhe ju po në atë mas,
dhe keni frikë nga Allahu, e ta dini se Allahu është me të devotshmit. Suratul Bekara, ajeti 194, po ashtu Allahu Azza thot e sikur Allahu të mos i zbrapste disa me disa të tjerë, do të rënoheshin manastiret, kishat, sinagogët, edhe xhamit që në to përmendet shumë emri Allahut. E Allahu patjetër do ta ndihmoj atë që ndihmon rrugën e tij, se Allahu është shumë i fuqishëm dhe gjithnjë triumfues. Suratul Hajj, deri në takimin e radhës me etapat e xhihadit. Subhanak Allahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.